Pasi Egli ja shprehu dashurinë Gjestit, kohë më përpara, ishte motra e Gjestit, ajo që e përkrahte Eglin në çdo moment dhe dukej se ishte dakord për lidhjen e tyre. Por pas daljes dhe rifutjes së Eglit në shtëpi, me sa duket gjërat pas kanë ndryshuar. Duket se motra e Gjestit, Blerina, nuk po e përkrah më Eglin. Nga një hulumtim, vërejmë se Egli e ndjek motrën e Gjestit në Instagram, ndërsa kjo e fundit ja ka hequr followin. Dyshe ende nuk i kanë rregulluar raportet dhe mbetet të shihet në vazhdim loja e tyre. Ky reagim i motrës së Gjestit vjen pas sjelljes të Eglit ndaj tij, ku na duhet thënë se menjëherë pas rifutjes së Eglit, ajo humbi mira fanca në rrjetin e saj social Instagram dhe kjo për shkak të sjelljes që kishte karshi Gjestit. Se si do të shkojë puna e tyre, na mbetet vetëm të presim. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.